Selam aleikum, sot do të shkojmë në Haxhi Bajram, që është në Ankara dhe njihet ndryshe si pazari i Haxhit dhe i Umrës. Këtu është shkolla ime dhe këtu është hyrja për në Haxhi Bajram. Këto janë sokakët me kaldrëma të udhusit të Altëndas, Bashkisë Altënda në Haxhi Bajram, që është mbushur plot me dyqane. Veçanërisht këtu ka dyqane me drita, neona, ka kafe, çajdore, është si tip çarshi e vogël. Dhe kjo është hyrja e Haxhi Bajramit. Këtu fillon pazari dhe do fillet kontrolloj për listën time të gjërave që kam bërë në plan për të bler para se të nisem për umra. Kjo është dhe një pamje nga larg nga shkolla ime. Këtu është kampusi i shkollës time. Këtu është një tjetër pjesë e pazarit Haxhi Bajramit dhe këto janë dyqanet. Atëherë të ky dyqani ka lloj gjëra që vijnë nga Mekë Medine, përveç unë do marr këtë kolinozin, i cili ishte me mizvak. Ka edhe nga këto devet që unë i quaj labubu i umrës. Ka tesbih. Edhe shumë gjëra tjera që nuk janë në listën time, për momentin do marr vetëm kolinozin dhe do marr një sapun këtu me sidër. Gjithashtu gjeta këtë setin. Ky set ishte super, është për ihram, ka letër të lagur, ka 2 shampo. E këto janë edhe produktet përfundimtare që unë bleva, që ishin pjesë e listës time. Ky seti që po thoja me 2 sapuna, 2 shampo dhe një letër të lagur për ihram, që nuk ka as erë as alkool. Bleva dhe këtë sapunin nga sidri, që është edhe sunet